Përshëndetje nderuar shikues, mirëmbrëma, jemi sot përsëri këtu në podcastin Okult. Kam një të ftuar simpatik që e kam prerë të dytë në emisionin tim, është Marsit Gupi, ju tashmë e njihni, profesor i filozofisë dhe i të drejtës, dhe një analist i spikatur dhe sqimatar me ato që thot. Para se të filloj bisedën me Marsidin, t'ju kujtoj të gjithë atyre që kanë hyrë rastësisht nga këto linqet që edhim ne poshtë e përpjet, këtu ke kanalit tonë në YouTube, mos harrojnë, po e ndjen veten që kanë frekuenca të përafërta me podcastin e Liris në Shqip, me Okultin, me podcastin tonë, le dhe bërë një subscribe që t'i vej notificationi dhe kur ai nuk e ka mendjen dhe ta lajmëroj e shiko se një diçka e bukur të ka ardhur këtu në telefon. Ata që janë dy thundrak dhe kanë hyrë rastësisht të largohen sa më shpejt se nuk është kanali tyre, këtu është kanal për ata që janë mishi, ata që duan biberon me qumësht. Biberonat me qumësht janë ndaj nga ata qerosët andaj që bëjmë gjithë ditën bla 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 dhe pas 25 vjetësh po të mendohesh ndonjëherë çfarë mban mend nga ato bla bla bla, asgjë nuk e fiksuar në kokë. Pra është një kohë e humbur kot. Njëkohësisht dua t'i kujtoj të gjithë ata që nuk janë shumë mirë me gjuhën shqipe që kanë lindur në vendet tuaja, tashmë emisionet tona e afron këtë mundësi YouTube, mund të shikohen dhe të titruara në shqip, ose ata që nuk e ndjejnë veten mirë me të dëgjuar në shqip dhe duan ta titrojnë në gjuhën e tyre që kanë mësuar aty jashtë shtetit ku mund të kenë lindur ose mund të kenë shkuar të vogël, të vegjël dhe e njohin gjuhën më mirë, gjuhën ku kanë shkuar, dhe mund t'i shpëtojnë ndonjë diçka nga video tona, nga e folura, mund ta titrojnë në gjuhën e tyre dhe ndërkohë t'u përkthehet video dhe të mësojnë edhe gjuhën duke dëgjuar dhe duke lexuar në gjuhën që njohin më mirë. Njëkohësisht dua t'i kujtoj të gjithë ata që kanë kohë dhe dëshirojnë të lexojnë më me hollësi, lajmet tona mund të hynë në Google, jo në YouTube, mos e ngatroni, në Google, mund të hynë ke gazeta jonë, ke website jonë okult.org. Sa të hyni aty dhe gjeni shkrime të papara, përkthime, analiza, lajme, nga ato që japim ne, nga ato të undergroundit. Në shumicën e vendeve ose në shumicën absolute gjeni lajme nga ato që ju gënjejnë, ju thonë icebergu në historisë e shtyn era që luan me kapuçin. Jo, icebergu nuk kam thënë e shtyn ujërat e padukshme. 5 të shtatat e icebergut janë poshtë, 2 të shtatat janë sipër, me ata ju gënjejnë, thonë era po e shtyn këta. Shikojeni erën nga shkon era. Jo, era mund të shkojnë në drejtime të ndryshme, ujërat shkojnë në drejtime të ndryshme. Ujërat janë të padukshme, prandaj jemi ne këtu të shikojmë ujërat se nga mund të shkojë icebergu dhe kjo nuk bëhet thjesht për kuriozitet, se një kuriozitet kur mëson diçka që s'të vlen, nuk ka çfarë duhet. Ne bëjmë këtë që t'ju tregojmë se si duhet veprojmë si komp, të ndriçohemi, të hapim portat e mendjes dhe të kuptojmë se si zhvillohet historia dhe se si fëmijët tanë dhe niprit tanë dora dorës t'ia marrin dorën kësaj pune dhe të bëhem profesionist dhe kombi ynë mos ngelet një kombi prapambetur ashtu siç ka qenë këto shekujt e fundit i lënë në periferi të historisë dhe në mëshirën e vendimeve të fuqive të mëdha. Falenderojmë gjithashtu dhe sponsorat tanë të cilët ndihmojnë këtë podcast që të ekzistojë, se pa ta puna do të ishte pak më e vështirë. Ata na shërbejnë, ne u shërbejmë. Marrëdhënia është win-win, ne kemi shumë oferta, por i kemi përzgjedhur ata që do të dalin vazhdimisht në krahun tim dhe të Marsidit, të cilët veprojnë në fushën e biznesit apo të shërbimit dhe ju mjafton një klik në biznesin që kërkoni, aty që e shikoni përse është dhe në Google mund të merrni informacione nga më të hollësishmet për biznesin apo shërbimin që kërkoni. Marsit, mirë se më ka ardhur. Fredi, të falenderoj për ftesën, edhe si gjithmonë, edhe prezantimi dhe pritja shumë e ngrohtë, tamam siç takon njeriu edhe të dijes,
edhe të burrisë, po edhe të etikës. Po të kam edhe nga anët tona, e kam Na- për detyr. Se ka rastisur që jemi nga një naji ande. Në një të mdhaja që mendoj njësoj dhe dihet nga e kanë pratin. Po edhe po mos ishim nga një naji, prap këtu do të ishim. Normale. Se ne nuk na lidh vetëm ajo që, po Na lidh shumë gjëra. na lidh më shumë ana profesionale dhe respekti për punën e njëri tjetrit. Zakonisht. Është fakt që kemi disa të rinj të cilët po marrin stafetën e profesionit të analistit, të opinionistit për të ndriçuar mendjet e njerëzve me pansinë dhe me dritën që ata marrin nga librat që Është edhe studiojnë. fali ush kjo, sepse edhe librat që ti përkthejnë, edhe mënyra si na ke trajtuar që përpara se ne të bëheshim të famshëm, edhe këshillat edhe bisedat me ty janë një nga themelet, po edhe tullat kryesore që ne kemi arritur të ngrejmë murin. Kështu që Me sa duket ja ka vletur Marsit. Falenderoj. Marsit, jemi në fushatën zgjedhore dhe një personazh i rëndësishëm, një subjekt i rëndësishëm ka hyrë në fushën e lojës që është Spaku në drejtim politikës. Se Spaku për ata që se din mirë ka dy funksione, ka të godas korrupsionin dhe korrupsioni bëhet nga politikanët të cilët marrin pushtet, nga zyrtarët e lartë dhe krimin e organizuar. Ne do t'i kapim pak të dyja këto fushat të Spakut. Spaku deri para se të fillonte etapeshe fushata zyrtare, para 10 ditësh sa ka që janë napur, ka luajtur, ka dhënë një rol, një ndikim duke ndriçuar mendjet e njerëzve se çfarë ndodh me politikanët e lartë, sidomos me këta të krahut të majt, ku ka shumë të arrestuar, pavarësisht se këta janë oficerë, tora, kalë, në fushën e shahut, kurse nga krahut tjetër janë goditur dy mbretërit. Domethënë Berisha dhe Meta. Berisha ka një lehtësim nga masa e parë që ishte marrë me arrest shtëpiak dhe tash ka mundësi të bëj fushat në krahasim me atë të vitit 2021 kur PD-ja ishte pavul 2023, kur ishin zgjedhjet vendore. Po, zgjedhjet vendore, po dhe në 2021 ishin shpartalluar, lufta kishte filluar me këto përçarjet që më 2017-2018. Ishin grupet brenda PD-s, të cilët ishin një linjë ishte pro Lulzim Bashës dhe grupet tjetër që ishin pak kënaqur dhe që bënin pjesë edhe antarët e vjetër të PD-s, po edhe të rinjt që ishin pro doktorit, që le ta themi realisht, edhe fitoret e PD-s nuk i interesonte, por edhe ishin në një antinomi të hapur ose në një luftë të brendshme, le të themi, është pjesa rrymave që e shpjegove me shumë të drejtë në fillim të emisionit, e cila le të themi ka dhe ajo ndikimin e vet që votuesi djathtë ose qytetarët e djathtë janë në opozit për 12 vjetësh. Por ajo që ka rëndësi Fredi dhe me drejtë cilësove, Spaku është bërë këto 3 vite, se këto 3 vite që është në udhëheqjen e Altin Dumanit, Spaku filloi realisht që të bëj goditje si në nivelin e lartë politikës, po ashtu dhe të botës së krimit. Ndihmuan dhe ato përgjimet që dolën, në fakt, se ndihmuan shumë. Suporti ndërkombëtarëve, përgjimet, financat, janë shumë elementë. Por ajo që ka rëndësi është dhe vullneti vet drejtuesit. Ajo që mund të them është që Spaku është bërë subjekti kryesor që përcakton një debatet. Po ta vëjmë re edhe audienca në emisione kur ka arrestime, kur ai zoti Dumani bën deklarata, siç është deklarata fundit në lidhje me tunelin e Llokaras, ose dhe kur ai shprehet në lidhje me proceset gjyqësore, përcaktojnë temat e emisioneve. 2. Përcaktojnë pashu fatin e partive politike, sepse nëse zoti Dumani godet një nga figurat e zyrtarëve të lartë, siç ishte për shembull zoti Berisha që u fut në arrest shtëpinë zgjedhjet e 2023-shit, ose arrestimi i zotit Veliaj, pra le të themi që Spaku po ashtu është dhe subjekti kryesor që përcakton fatin politik. Vetëm të imagjinojmë një gjë, nëse Spaku për shembull sot do thoshte që kemi filluar hetime ndaj zotit Edi Rama, të garantoj që aksionet politike të Partisë Socialiste dhe të Edi Ramës, nga ato që shikojmë në sondazhe, do shkërmoqeshin, do përgjysmoheshin. Pra le të themi që sot Spaku realisht, siç e thoshte edhe Karl Schmidti, te vepra e vet mbi politikën që është përkthyer në Shqip, në momente krize ose në momente vështirësie duket realisht kush është sovrani. Dhe këto kohë ne kemi vënë re që realisht sovrani, i cili përcakton fatin politik, fatin e veprimtarisë dhe të lirisë, fatin ekonomik dhe shumë elemente të tjera të vendit është Spaku. Po të shikosh
Spaku e ka ndalur hobin e punës vet, me njerë mbas një takimi që ka bërë me ambasadorët e Bashkimit Evropian, sidomos me përfaqësuesit e Britanisë, me ambasadorin britanik, Spaku me njerë u tërhoqi nga goditjet e veta, se kam përshtypjen që do vazhdonte vala e goditjeve dhe gjatë Absolutisht po. Por frenimi i Spakut duket që është bërë sepse ishin duke goditur figura nga krau i majt, Erion Velia edhe është ti për tunelin. figura më e madhe. Jo, po dhe për tunelin po. Po, flitet për ish shefin e tatimeve Ceno Klosin, flitet për Belinda Ballukun, Taulan Ballën, për Taulan Ballën dhe për emra të tjerë që tash s'po më kujtohen. Ashtu si dhe nga krau i djathtë që përfliten 2-3 emra që mund t'jenë duke u etuar. Dhe stopimi i Spakut ruajti kuotat e Partisë Socialiste, sepse Partia Socialiste mund të shkonte drejt Greminës në qoftë se do kishin vazhduar dhe këto arrestimet e këtyre emrave që ne përmendëm. Ishte edhe njëri, çfarë ishte një që fliste para mediave, një vockël kështu. ai është shefi i prokurimeve publike të gjithë Republikës së Shqipërisë. Po, shefi i prokurimeve. Dhe ai Jo është na i thirrur. zyri, po. Ai mund të jetë ndonjë bedel i shkreti e kanë thirrur 3 herë atë dhe mund të jetë ndonjë bedel kështu domethënë që Ky flitet që zhvën aty nga klani një deputeti të Partisë Socialiste, zoti Cadria Baze. po. Dhe në këtë kuptim Spaku e ka ndalur luftën. Gjithashtu krimi i organizuar këto kohë ka filluar prap aktivitetin, lufta e grupeve të vjetra rivale me sa duket është ndezur. Ka pasur 2 vrasje në një hark të shkurtër kohë, një këtej nga Laçi, nga ishte Lezhë, ka qenë në Lezhë. Babai i një eksponenti të krimit të organizuar, që është para pak kohësh. Si Dorel Prendi. Njëkohësisht u qelluan dhe disa të mitur që thuhet se dhe mund të jenë ngatruar me gruan e atij personazhit që u vran një nga gratë, sepse ai me sa duket ka qenë i martuar me 2 gra. Po. Dhe duhet që është ngatruar me këtë, por ajo që bie në sy është që policia me gjithë këto kamera në për rrugë, domethënë vrasësit kanë qenë me motor në këtë vrasjen e dytë, policia ende nuk i ka identifikuar dot se madje as nuk është shprehur publikisht zoti Proda që është drejtori i policisë, nuk është shprehur fare për 2 rastet në fjalë, ose që të paktën të shprehë ngushëllime dhe të marrë përgjegjësinë që i takon si drejtues policie ku të shprehet mbi vijimin e hetimeve dhe mbi ngjarjet. Në dijenin time madje nuk ka ndalë as eksponent të partive socialiste ose demokratike të tjerë që shkonin në spital të interesoheshin. Bëhet fjalë për 4 fëmijë, të cilët një pjesë mund të jenë ngatruar objektivi mendoni ju, apo mund të ketë qenë objektiv njëri nga ata 4? Shiko, nga tashin media dalin shumë teza. Thuhet pjesa më e madhe e artikujve që ne lexojmë thonë që ka qenë nga tres, për shkak se ka qenë për një G-klas tjetër i përgatitur atentate. Dhe prandaj policia e shtetit duhet të marrë veprime hetimore sa më të shpejta. Mundësitë për të zbardhur ngjarjet janë dhe madje mund të themi gjë nga një miku im ekspert i cili është ekspert i kriminalistikës, i kriminologjisë, më ka thënë këtë gjë Fredi. Po të kishte vullnet nga ana e shtetit, brenda një dite nuk do nevojitet më shumë, nga veriu në jug nuk do kishte asnjë bandë rrugëve dhe në grupin më të egër kriminal që mund të ketë territorin më të madh, një ekip i special komandoje nga ata që i çojnë forcat ushtarake jashtë për programe ndryshme, nuk i duhen më shumë se 1 minutë. Po, ashtu është. Këtë mendim kam dhënë. Po, nuk ka vullnet politik dhe unë mendoj këtë gjë, do ta shtoj edhe këtë. Nuk ka vullnet politik sepse këtu në Shqipëri kemi 3 elementë që bashkëpunojnë. Është politika, është biznesi, është dhe krimi. Pse? Politikës i duhet biznesi për të pastruar paratë e korrupsionit, të tendrave dhe paratë të cilat i vjedhin nga taksat tona dhe nga buxheti i shtetit. Biznesit i duhet politika sepse nuk prodhon vetë në treg nga konkurrenca. I duhet të bëj marrëveshje, pra dhe zhverishe. Të vjedhur buxhetin bashkë. Të buxhetin bashkë politikën, pa i duhen kontrata të sigurta, shtrime rrugësh, të gjitha kompanit, shumica e kompanive janë pasuruar të këtyre të fuqishme me koncesione, me tendra, po. Pra duke vjedhur parat e popullit. Kurse krimi i duhet, sepse politika që të ofrojë këtë gjë biznesit, ka kompani që nuk kanë marrë, domethënë kompani të fuqishme. Diskutohet. Për shembull, Zamir Mania me sa di unë nuk ka marrë tender. Ai s'merr fare. Ai merr gjatë tjera. Po,
ai ka pasur domethënë bashkëpunim tjetër me qeverinë duke marrë toka, troje dhe duke i zhvilluar. Ka influenca të tjera, të cilat po shumë janë të kundërligjshme ose të cilat dyshohet se të kundërligjshme. Shiko, ka Gjefredi, nëse në një zonë ndërton vetëm një personazh, këtu krijohet dyshimi që pse mund ndërtoj vetëm ky? Ose pse në tokat që janë ngjitur, po të shkonit pyesni në Borsh, Qeparo, ka toka të cilat nuk lejohet të ndërtosh, e kanë statusin thjesht për të përdorur për kullot. Dhe kur i blen një eksponent i cili mund të jetë lidhur me politikën aty fond ndërtimi, atëherë kjo tregon që ata intervenojnë ose imponohen strukturave të shtetit në mënyrë që derisa ata të përvetsojnë gjithë prorat mos ndërtohet. Ti jep njëri leje, po të kesh tokë, fleta provoj një nga qytetarët shqiptar që të vazhdojmë me këtë krimi, kurse krimi duhet, sepse politikës që të ketë këtë lloj force, të jetë aty, i duhen vota. Dhe votat i ketë sigurta vetëm nëpërmjet mercenarëve ose grupeve kriminale, të cilat për shkak të influencës që kanë në territore, i njohin gjithë komunitetin, njohin njerëzit, përdorin metoda të tipit japin lek me përqindje, shantazhojnë, ja din hallet, i din kush janë pafuqishëm, dhe gjithashtu bëjnë edhe nderën, thojnë, se një kriminal në raste shumë tralla mund të bëjë nderë, i ka vetëm transaksion dhe ka përfitim. Dhe për këtë arsye duhen, dhe gjithashtu janë dhe përmbaruesët, nëse një politikan mund të jetë ortak me dikë që është biznesmen, dhe ai bën nilën biznes, po prapë duhet bota kriminale për shkak sepse i shërben dhe si përmbarues, po i shërben dhe si ushtar. Ndërkohë që krimit i duhet politika sepse i mundson lirinë dhe mos ketë ndjekje penale, mos ketë hetim, dhe i duhet biznesi sepse i duhen para për të bërë aktivitetet e veta kriminale. Dhe ka shumë biznesmen me emër, unë s'dua të përmend emrat, por që investojnë në trafiqe ndërkombëtare si investitor. Pra ka grupe kriminale të cilat jashtë vendit punojnë në trafikun e kokainës, heroinës, por i duhen fonde dhe financa për të futur dhe këto ja mundsojnë biznesit. Prandaj ky trekënd që biznes, politik, krim është kaq i lidhur, kaq i kopsitur dhe pavarësisht se duken si të ndarë, janë që gjithë bashkë. Unë di të them një devizë, në të gjithë botën, Fredi, politikanët bëjnë politik, biznesmenët bëjnë biznes. Në Shqipëri është e kundërta. Këtu politikanët duhen të bëhen biznesmen dhe biznesmenët duan të bëhen politikanë. Dhe nga që i kanë të ndërthura dëshirat, interesat, synimet, përfundojnë që bëhen mish. Pastaj bota e krimit janë thjesht ushtarët e tyre që i përdorin, i dorëzojnë, me emra të ndryshëm që ne kemi parë gjithë këto vite, hynë në burg, dalin, njëri mbështetet një grup kundërshtar, pastaj mbështetet një grup tjetër, pra ata janë ata ushtarët e fushës së shafit. Janë rreshti i parë. Ajo që më bën përshtypje marrësit mua që është një nga rastet e ralla, domethënë që shfaqet deri në ekstrem, është mungesa e komunikimit personal midis ministrit të brendshëm dhe drejtorit të policisë. Më kanë thënë që ata kur e shikojnë njëri tjetrin në një kështu sebeb të shtetit, as mirëmëngjes nuk i thon njëri tjetrit. Kjo tregon që si mund të tolerohet nga kryeministri një diçka. Ja pse ndodh kjo, sepse tu ka mentalitet komunist. Në kohën e komunizmit e Veroxha kishte një skemë të tillë që gjithmonë vendoste i mbante të përçarë njerëz. I mbante të përçarë dhe vendoste dy njerëz që ishin kontradiktor ose kundërshtar, në mënyrë që të kishte dy kanale për informacion dhe duke qenë ata secili duke ruajtur njëri tjetrin në armiqësi. Nuk bënin kompromis për ta mashtruar. Nuk bënin kompromis për ta mashtruar. Një gjë ka vazhduar dhe në kohën që ka qenë Partia Demokratike, për të vërtetës, edhe në kohën që ka qenë Partia Socialiste vazhdon dhe sot. Pra këta Berisha bënte këtë, me sa kam vëre unë, Berisha vinte një figurë të pranueshme profesionale ose nga si drejtor, opinioni publik. Drejtor, po vinte. Drejtor, nuk i vinte një kundërshtar, po i vinte një spionun e vet, një besnikun e vet. Po. Që de facto institucionin e drejtonte ky tjetri. Po në policinë e shtetit pa përmendur emra kështu ka qenë. Drejtori ka qenë një zotëri i nderuar i urtë kështu. Zëvendës drejtori ishte një i cili ka qenë bodyguard. Kuliçaj ka qenë ai bënte ligjin në polici tash, pse mos i themi këto gjëra. Po, dhe ai ka qenë. Kemi frikë nga njëri. Jo fare. Dhe kjo më bën shumë përshtypje. Njëta gjë ka ndodhur me Edi Ramën, edhe Edi Rama njëtë gjë vazhdon të bën. Vendos drejtor të cilët ja rekomandojnë njerëz të vet besnik dhe ndërmjet të cilëve mbaron në linjën dhe vendos ministër po ashtu njerëz të cilët ja ofron një grup ose një klan tjetër brenda partisë, sepse Partia Socialiste ka qenë e përçarë në disa klane. Është klani i Belinda Ballugut, është klani i Taulant Ballës, ka qenë klani i Rion Veliajt, i cili sot për shkak të dosjeve të 5D-s, dosjes se ka vetë zoti Veliaj dhe dosje të tjera të inceneratorit u quan burg, ndërkohë që klani i zonjës Balluku godit vetëm një që ka qenë ministër ai drejtori rrugëve.
Dhe pjesa tjetër pasaj vazhdojnë akoma të jenë aktualisht aty. Duket sikur fuqinë tashmë në Partinë Socialiste mas Ramës e ka Zunja Balluku, por lajmi i fundit në të cilën po bëhen hetime në tunelin e Llogaras, mendoj që do jetë një troditje e madhe mbas zgjedhjeve. Po, këtë denoncim në fakt e ka bërë Arben Ahmetaj, Po. I cili ka folur për këtë mundësi që të jetë bërë një aferë e madhe dhe duket që ka aferë për shkak të... Po dhe Arben Ahmetaj bashkëpunëtori tyre ka qenë. Po, Ta kanë qenë që gjithë qetë. Arben Ahmetaj në moment që nuk i dhanë më plaçk dhe i projektuan, sepse i ra fuqia, tash i vendosi të bëjë rolin Alqiviadit, I cili kur ishte lufta midis Athinasve dhe Spartanëve, për shkak sepse paria ose aristokracia athinase nuk e deshte Alqiviadin, se ishte komandanti i aftë, politikan I Zoti, I krijuan akuza farsa dhe ky vajt dhe u bashkua me kundërshtarët, me spartanët, dhe fituan dhe luftën madje, dhe të njëjtën gjë po mundohet bëj sot Ahmetaj. Sa doja dali që të jetë një Alqiviad, që sepse Ahmetaj pretendon që të bjerë Edi Rama nga pushteti, të vijë Sali Berisha dhe të amnistohet. Po. Kjo është arsyeja pse bën favor Arben Ahmetaj, ose I interesojnë taksat e shqiptarëve. Pse s'foli Arben Ahmetaj kur ishte ministër? Sepse I thotë që këto gjëra kanë ndodhur gjatë kohës se I ka qenë detyrë. Unë e mbaj mend që I ke një nga këta qerosët që kanë 25 vjet që bëjnë lollo, që e përmendën në fillim të emisionit, e mbronte me shumë dellë Edi Ramën dhe me shumë pathos. Në të njëjtën kohë që sot në një televizion tjetër, me një shërbëtor tjetër po të grupit kundërshtar, të partisë tjetër, bën sigur e sulmon, atakon. Tash kush është Arben Ahmetaj I vërtet? Ky që deri dje mburte dhe I bënte statuje Edi Ramës, apo ky që sot e akuzon? Që e quan kryetari I grupit. Që e quan kryetari I grupit, në cilin ka bërë dhe vetë pjesë. Po, tash një ngjarje tjetër që nuk ka bërë shumë buj, po që është e rëndësishme në drejtim të korrupsionit, ishte arrestimi I drejtorit policisë rrugore të Tiranës nga Spaku për korrupsion. Së bashku me 2 policë të tjerë, me 2 oficerë të tjerë policie, të policisë rrugore, të cilët janë kapur dhe ka një akuzë që kanë marrë pjesë në korrupsion. Ky ka ardhur nga rrethi Elbasanit, dhe është vendosur këtu drejtor, më përpara ka qenë drejtor dikush tjetër, ka qenë ai Besqibini I Tiranës për një kohë të gjatë, dhe në vend të tij u vendos nga ky drejtori I ri Proda, u vendos ky personi, se s'më kujtohet emrin, Andi, si kisha I që arrestuar. Dhe bëri një shembull të keq se kur vajtën të arrestonin dështikte me vrap. Po, nuk e di, domethënë ky mendon se policia është shumë e dobët, se ata janë brenda dhe nuk e kapin dot, domethënë po ti ikse ky nuk do kapësh më. Dikte me vrap, po ti ikse me vrap, domethënë do shpëtonte edhe domethënë shiko çfarë mendim ka për policinë ai, për punonjësit e vet. Një drejtor, thot domethënë që këta të ruajnë trapin, thot, po ikë thot, s'të kapin dot me thot, kupton? Se janë polici koti, domethënë se nëse policia është tamam dhe fort, ai s'mund të guxojë tik. Dhe I ka me vrap është diçka shumë e turshme. Qesharake dhe burri si këtë edhe me vrap madje. Dhe në si adoleshent kështu nga këta kriminerë ordiner, nga këta që ndajnë kështu në përlaqje këto. Qesa shashe. Qesa shashe. Dhe duket që edhe zoti Proda ka ardhur nga rrethi Elbasanit. Edhe I ka dhe kanë këta të Elbasanit kanë zënë shumë poste të rëndësishme. Sa mendon ti që krimi mund të ketë dorë në vendosjen e drejtuesve të policisë në rreth dhe në qendër? Dhe ç'a mendon ti? Ka bashkëpunim në rangje të larta midis krimit ordiner dhe policisë? Unë mendoj që ka bashkëpunim. Mos është policia një ndërmjetëse midis politikës dhe krimit që mban lidhjet? Policia madje është garancia e grupeve kriminale. Sepse tashmë edhe grupet kriminale kanë avancuar, kanë mësuar se si të negociojnë në mënyrë që të kenë siguri. Dhe çfarë bëjnë? Nuk rinë me atlete ata tash, kanë filluar vishën me këpucë, Ferragamo, me kostume. Mbeles më kujtohet një shprehje Roberto Saviano, se cili ka thënë kur një antar I Cosa Nostra mësoi që të flasi me sy ose me gjeste, pra me mënyrën e shikimit lëvizjeve, një antar I Gamorrës ose I sistemit që quhen ata në Napoli, vetëm me gjesta tregonte gjithë lokalet ose restorantet kush ishte bosi I vendit. Kështu që edhe këta po mundojnë të evolojnë, shkojnë tek këta dy organizata të mëdha, por mund të them këtë gjë Fredi, që
drejtorët e policisë janë garancia e grupeve kriminale ose funksionarët policisë shtetit, sepse ata lobojnë. Jo të gjithë, sigurisht, po një pjesë për tyre. Unë kam një gjë se do ta them se në rreshtë fjalë. Kur flas nuk i përgjithsoj të gjithë. Dhe nuk është se e nxit gjithë, po them që një pjesë e mirë e tyre janë njerëz të cilët vinë me lobime të ndryshme. Ka dhe nga ata që vinë nga bota e biznesit, ë? Ka dhe të tjerë që vinë nga bota e vetë politikës, ka dhe të tjerë që vinë nga bota e krimit. Pra, është një tortë e madhe ndarë dhe shumë pak janë nga ata që ecin për shkak të hierarkisë, të gradave, po ata duhet të bëjnë diku një marrëveshje. Qoftë edhe me faktorin ndërkombëtar, sepse edhe faktori ndërkombëtar do garancinë e tyre. Për shembull, ish shefi i policisë Gledis Nano ka qenë një kërkesë e amerikanëve dhe anglezëve për të vënë, prandaj ndendi aq pak sepse pati përplasje nda me kryeministrin Rama. Por kjo është një temë tjetër. Tani për të ardhur tek situata aktuale, një pjesë e këtyre dhe drejtues policisë shtetit janë garancia e grupeve kriminale në mënyrë që masi të bëjnë favoret që duan politikanët dhe këta të kenë garancinë që do jenë paprekshëm. Sepse nuk ka as edhe një kriminal në botë, qoftë ky edhe një organizatës më të rrezikshme që të bëhet mit pa mbështetjen e shtetit, pa mbështetjen e strukturave të fshehta të shtetit, shërbimet sekrete, grupet e zbulimit, struktura e policisë, struktura e shërbimeve informative, struktura po ashtu e forcave operacionale, etj. Ne kemi parë se i duken njerëzve si qesharake, po në këto seriale të ndryshme, Narcos, El Chapo etj. I keni vënë re? Pse bëheshin mitet ose aq të fuqishëm? Sepse kishte gjithmonë funksionarë të lartë të cilët i mbështesnin me informacion, me infrastrukturë, me grupe, me mercenar, me lidhje, me para, me çdo gjë. Pra, në të njëjtën formë edhe ne këtu në të vendin tonë të vogël, grupet kriminale tentojnë që të bëjnë këto gjëra, por historia ka treguar që gjithmonë kanë qenë të përdorur, vazhdojnë përdoren, dhe ai që komandon është kupola e xhaketave të zeza ose xhaketa e tryezës së madhe politike, që unë mendoj që në atë tryezë të madhe politike, që pjesa më e madhe nga majoranca mund të ketë edhe faktor nga partitë e tjera. Pra janë këta që drejtojnë vendin. Tryeza e xhaketave dhe kollarëve. Marsit, në lidhje me aktivitetin e gjykatave, çfarë mendon sistemi i drejtësisë? Ndodhet një kolaps për shkak të çështjeve të shumta që kanë për të gjykuar, cila mund të ishte rrugë zgjidhja që të kishte një kohë më të shkurtër për të dhënë vendime mbi shumë çështje që kanë, mbi shumë dosje të cilat flen me vite, për shkak se gjyqtarët janë një numër të vogël dhe secilit i bie një numër i madh dosjesh për tu hetuar. Cila mund të jetë rrugë zgjidhja? Që të përshpektohet kjo shtimi i gjyqtarëve apo i ndihmës gjyqtarëve për të unë mendoj që duhet shtoheshin edhe trup gjyqësore më shumë, për shkak të një periudhe që do të gjykojë ministri i drejtësisë ose ai që do bëj kërkesën, ose një nga strukturat drejtuese të Këshillit të Lartë Gjyqësor ose Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Edhe mendimës gjyqtar mund të zgjidhej gjëja, por ajo që ka rëndësi është që duhet dhe vetë vullneti. Unë kam parë vetë sepse unë punoj dhe avokat dhe në çështje civile dhe në çështje penale. Çështjet civile është vetë gjyqtari që ti kur i thua kur është data e ardhshme për procesin, ai ta lën mas 5 muajsh. Ndërkohë që dosjen e ka aty prej 2 vjetësh. Dhe nuk ka asnjë fakt ose një provë të re që i shtohet dosjes. Pse nuk e lej për shembull mas 14 ditësh? Po e shtyn. E dyta, mos kanë radhë shumë tjera që duhet të bëhen. Nuk, jo, ka të bëjë me vullnetin e tyre dhe ajo që ka rëndësi është kjo që kjo imponohet edhe nga vullneti politik. Pra duhet të jetë vetë politika që ushton tryesni. Unë vej re këtë gjë Fredi, sepse meqense jemi në kohë fushatë. Nuk kam vënë re që të merret Ka fuqi politika të ushtrojë tryesni mbi. Po. Ti je i bindur për ashtu pakun, pjesa më e madhe e sistemit gjyqësor dhe sistemit prokurorisë rrin drejt ose sust para sistemit politik. Kanë frikën e vettingut, kanë pasur frikën e vettingut, kanë frikën e proceseve, kanë hallin e publikimit të ndonjë sekretit më pashëm, se nuk ka njerëz pa mëkate, ka thënë Oscar Wilde, dhe sado i fuqishëm bëhet dikush, dhe sado i pasur nuk mund blej kurrë shkuarën e vet. E shkuara ose ta përdor dikush dhe të mban peng, ose ti thjesht paguan që ajo të mbulohet, po nuk fshihen. Dhe që të gjithë kanë një të shkuar, dhe kjo gjë dihet shumë mirë nga politika. Pastaj ajo që duhet të them është edhe kjo gjë tjetër që në proceset penale ka një përplasje brenda sistemit gjyqësor me disë magjistratëve të rinj, të cilët janë shumë teorik. Për shembull bën 5 faqe vendim, 6 faqe vendim dhe 4 faqe gjysmë. 5 faqe i mbushin me legitimiteti, jurisdiksioni, baza ligjore, faktet dhe gjysmë faqe interpretojnë. Ndërkohë duhet të jetë kundërta. Vendimi gjyqësor duhet të jetë interpretim, ku gjyqtari shpreh bindjen e vet dhe bindja vetë e brendshme mund të jetë brenda hapësirës i lejon ligji si të dojë. Këta çfarë bëjnë? Këta kanë frikë dhe këta ndjekin një kornizë që të shprehen sa më pak.
sepse nuk duan të krijojnë precedent, sepse tashmë, nëse një gjyqtar për raste të ngjashme mbaj qendrime ndryshme shkon në proces penal ose në hetim. Dhe këta për ta shmangur këtë gjë çfarë bëjnë vendime të shkurtra, arsyetojnë shkurt që mos ketë ngjashmëri, pra domethënë të jetë sa më i vogël hendeku ose vija ndarëse që të bëhet diferenca. E gjës, e parimisht po flas. Të mos kontrollohet simetria. E rasteve. Ose asimetria, dy rasteve të ngjashme, për shkakun që mund të japin. Bravo, edhe me Kastri që tumbi kjo. Pjesa tjetër është dhe kjo gjë që shumica e gjyqtarëve nuk kanë guxim. Janë djemë dhe vajza, mund të jenë shumë të mirë në studime, në shkollë, por janë njerëz fredi që nuk e kanë personalitetin e një gjyqtari ose të një prokurori, që të jenë njerëz të hekurt, që ta kenë të lindur etikën për të drejtën, raportin me të drejtën, me të vërtetën, ose ta kenë se thuash atë pjesën hynore që ka mandati i sistemit drejtësisë. Edhe në librat e shenjtë, njeriu që do mbajë më shumë përgjegjësi para Zotit thuhet është ai që ushtron pozicione në lidhje me sistemin e drejtësisë. Këtu ke të bësh me disa njerëz që njësoj se i shefi prokurimeve, pedi një xhuxhi vogël, kështu një si autik që ecë, e gjitha gjë dhe kërkojmë ndjes sepse autik, nuk e themi në kontekstin negativ. Një Miran më duk mua një. Po, ashtu. Ai duket se sigurisht ishte bër pishman që kish lindur. Si Pinxho Capella, tamam. Atë më kujtoi mua personazhet e filmit Mato Grudës, por pjesa më e madhe e gjyqtarëve janë të tillë. Për shembull ka raste që e di unë që është e dukshme. Dhe ka ndodhur dhe me Spakun, që janë dënuar me të padrejtë dhe i ka liruar pastaj gjykata e apelit. Kanë qenë pafajshëm. Ke parë në gjyqtar se në prokuror kërkoi falje ose ndjes publike? Separimi i bazës i sistemit drejtësisë është më mirë 10 të fajshëm jashtë se sa një pafajshëm brenda. Këtu direkt një person sa ndalohet kërkohet mas sigurimi burg pa afat. Si situata e ambienteve të paraburgimit? Shumë e keqe, shumë e rëndë. Kushtet janë skandaloze. Po në krahasim në raport me popullsinë që ndodhet këtu numrit paraburgosur në krahasim me vende të ngjashme si jashtë limitit sepse këta nuk ndjekin politika lehtësuese ose politika liberale. Sistemi i drejtësisë ka idenë e rehabilitimit. Qëllimi i dënimit penal fredi është rehabilitimi të dënuarve. Nuk është ndëshkimi dhe vajtja në burg. Dhe ajo që ka më shumë rëndësi dhe që unë dua ta them është që këtu realisht fenomenet që janë shqetësuese nuk përmenden. Për shembull, themu një fenomen shqetësues që është në Tiranë dhe që unë e di se jam avokat. Pjesa më e madhe mos jap efekt të kundërt kjo nëse tregohen shumë liberale dhe jo, nuk je perfekt të kundërt sepse di pse bëran gjata se duan rishfet. Pjesa më e madhe do rishfet. E kanë sepse duan rishfet. Sepse kanë edhe gurin dhe arën dorë. Po unë di them këtë gjë. Ti ke vënë ti nga ana politikës që të shprehen ato që realisht tashmë janë fenomenet kryesore që shqetësojnë komunitetin. Ke dëgjuar gjë të thuhet lufta ndaj drogës? Se këtu ti e di, e dëgjon lajme që hyn ton pa fund kokainë. Kush kanë ato? Do që futen. Po tha dhe Benameta këtë që është përfshir gjithë qeveria, tha dhe njerëz, ai tha dhe një emër në Durrës. Po. Që është kapoja i këtyre pazareve. Ka shumë. Hyn në dhomën e kryeministrisë. Një nga. Atë ku shkon? E diti që pjesa më e madhe sot e brezit 18 deri 28 vjeç, ky 10 vjeçar janë konsumatorë të kokainës. E diti që pjesa më e madhe e familjeve shqiptare, qofshin ta biznesmenë zyrtar të lashtë, fëmijët e tyre i zhysin në përborxhe me përqindje ndaj grupeve kriminale, sepse konsumojnë kokainë, duan jetën e luksit, duan ndrojnë makinat, po ashtu luajnë bixhoz, dhe ky bixhozi që funksionon underground, e ka përmendur ndonjë politikan këtë shqetësim? E diti që pjesa më e madhe e biznesmenëve, sidomos tyre ndërtimit, janë zhytur në fajde me eksponent botës krimit dhe thjesht figurojnë aty, ose pjesa më e madhe e tyre nuk kanë as para për të iniciuar projekte të pallatet e mëdha. Dhe i financon underground bota krimit, pas e ka përmendur ndonjë si fenomen shqetësues, po pjesën e zonave të ndryshme, të cilat kontrollohen totalisht gjithë jeta e komuniteteve të caktuara, sidomos në zona jashtë Tiranës, po edhe në periferitë e Tiranës, komandohet nga bota e krimit, domethënë aty nuk ka vlerë drejtori i policisë, as prefekti, as kryetari i bashkisë, asnjë. Pse nuk përmendin këto fenomene? Ose disa emra të caktuar. Madje tashin ko fushate do i shikosh krah për krah madje me eksponentë të caktuar. Dhe opozita për shembull këto raste ku është pse si përmend? Ke dëgjuar më ditë përmendi si dikur se fillime e zoti Berisha e bënte që përmendte kriminal me emër. I flisë drejt për drejt. Ti filan ose ti filan, pse s'përmend më tash? Ose Flamur Noka, pse s'përmend ndonjë? Ose këta të rit. Përmend Arlin Qori për shembull, thot Zamir Mania, se di Arlin Qori kush mund të ketë interesa në një eksponent i botës krimit, për shembull tek këta minatorët që i kanë aq pasion që i mbron për kromin, pse si përmend? Kur ndryshoj ky standard, atë do ndryshojnë shumë këto gjëra që po flasim ne sot. Po njerëzit nuk i ka vdekur akoma Afrika. Askush nuk ka guxim
të përmendi realisht emrat real që i kontrollojnë gjërat. Përmendi kështu, sisoj si të përmerremi ne tash sot me këtë kryetarin e Komisionit të Prokurimeve. Që ai është thjesht papet. Pse s'përmendin realisht emrin, kush i ve, kush i komandon, kush i ka parat, kush është i lidhur me filan ministre, kush flitet që është ai personazhi i cili fut tonën të kokainë në syrin të kryeministrit, kush është ky tjetër që ose kush janë ata që kontrollojnë realisht jetën ekonomike, sigurinë, rendin, kush i vendos drejtorët e policisë, kush urdhron vrasje, kush ka eksponentët ose mercenarët, asnjë si përmendon. Pse si përmendin? Ose edhe këta analistët ose këta gazetarët investigativ, këta drejtuesit e misioneve investigative, pse gjithmonë flasin me kode? Kanë hallin në vend në gjop, pse si thon drejt për drejt emrat kur i din? Ose i thon shumë më mbrapa. Po, ja, kjo është po realitet. të shikosh shik mbrapa, Sali Berisha i mbante këto grupet e vagabondëve, se atëherë s'mund të themi që kishte krim të organizuar, tash i ka filluar krimi organizuar. Të grupet e rrugatshme i mbante kështu për të ndonjë kërcënim, për të mbledhur ndonjë votë, për ndonjë ndikim me rrethet e tyre shoqërore nga qyteti në fshat, ose brenda qyteteve, ose brenda fshatrave. I përdorte këta vagabondët, por nuk i linte të hynin në ratet e para të politikës. Po se i dite sa të rrezikshëm janë. Nuk i linte as në... Se Sali Berisha ka ca skrupuj kështu, morale, familjare, politik. Kurse ky s'ka fare, ky tjetri. Ky mori futin tavolinën e politikës. Domethënë njerëz që... Madje i ka qef. Po. Shumë njerëz që ishin deputet dolën kriminalizuar, vuri kandidat për kryetar bashkie, bile njeri që ka qenë i goditur nga këto kyçezat për s'ka që domethënë quaj si kandidat nga këta të PS-s, dhe që ka një hotel aty flitet që bëjnë gjithë të pazaret e drogës, të kokainës. Nuk e din këta të shikut, ç'a bëjnë këta të shikut? Ta të shikut si duket... Korupcioni këtu është shaptazi. O flenë gjumë, ose dosit e tyre, bje në veshat shurë. Bëjnë raportime këta, apo ja bëjnë raportimet ujkut, ja bëjnë ja varin mëlqit në qafë. Mendoj që ka shumë mundësi të kjo e dyta. Të shkojnë i varin mëlqit në qafë. Do më thënë, këta... kur bëjnë ndonjë raportim kështu për ndonjë qatë dardha, veni thon krye dardarit, ose ky po ata që ka parcelën e dardhave. Ndërkohë që ai thot vetë nxirni underground të dardha, se janë të kalbura. Po. Kjo është realiteti sot. Ajo që më ka bërë Fredi do të them diçka tjetër. Unë në shumë emisione ndal me analistë të rinj kryesisht, të cilët i vej re që ruajnë këtë, ke parasysh kujdesin që mos i bijmë këtij, mos i bijmë atij, ta themi këtë, nuk e bëjnë të gjë që po bëjmë ne sot. Ose që kanë bërë ata të ngjashme tan. Mundojnë ta mbajnë mirë me të majtët, me të djathët, me botën e biznesit, me botën e krimit, ulin kokën, bëjnë sikur s'kuptojnë, një javë thuan një gjë tjetër, pas javës tjetër thonë gjë tjetër. Edhe këta pasqyrojnë më së miri pjesën dërmuese të njerëzve që janë të ndrojtur. Shikoj, ka thënë Platoni tek miti i shpellës. Gjëja parë që të shpëtosh nga ideja formave dhe hijeve, që të shkosh tek drita, tek bota reale e ideve, është humbja e frikës, ose të vrasësh frikën. Ose si thotë edhe një nga psikanalistët më të mëdhenj, Carl Gustav Jungen, kalorsi që të njohë veten duhet të shkojë te pjesa më e errët e pyllit. Nëse ne s'marrim guximin që të shkojmë te kjo shtegu më i errët i pyllit me të cilin ne hasemi, po i rrim larg pyllit, i sillemi vërdall. Aty ku bëhet trim çdo kush. Aty ku bëhet trim çdo kush. E çfarë bën për shembull Vejreti me çfarë merren? Arrestohet Rion Veliaj, duhet të kalojë një muaj që të merren gjithë me Rion Velin. Flas me realisht, jo siç më ishin fillim kështu kot, tha kështu bëri kështu. Po që ta jetojnë. Ose për shembull duhet të ikte Sali Berisha apo që un kam 6-7 vjet që bie Rion Veliaj në të gjitha dalet publike. Po dhe thua për lidhjet ti me Sorosin, si ka ardhur te mjafti, lidhjet që ka me ndërfugën, korrupsionin e përgjithta. Dhe ajo që më bën përshtypje me që u përmend ky Rion Veliaj, është fakti që Spaku nuk po merret me akuza të rënda ndaj tij, siç është akuza për incineratorët që ja ka bërë zëvendës kryeministri, dhe as për atë aferën 5D. As për bashkëpunim. Por po merret me gjëra të tjera, domethënë ai ka plot, ai është si thes me miell, sa herë ta shkundësh ai vetëm nxjerr.
Plur. Po, vetëm plur nxjerr, po këto janë dy kryesorët që të paktën njohim ne që Spaku duhet merret. Spaku nuk i ka bërë asnjë akuzë për këtë. Ai aq Se duhet. kush arsyeja? Mos ka ndonjë inceneratorist tjetër. Ka një krye inceneratorist tjetër, është nga ata që lëshojnë kështu firmat fap, po ideja ashtu që ai thjesht i duhet të bëjë atentat politik. E di pse Fredi e ka bërë dhe një eksponent i cili nuk jeton më nga Partia Demokratike. Këta eksponentët që janë numra 2 ose 3 presin gjithmonë që partia që ata aderojnë të humbi që të vinë në kryesi të saj, pra të bëjnë kryetar të saj. Të njëjtën gjë ka pritur dhe vetë zoti Veliaj. Pra domethënë Rama, përveç se i ka ndryshuar ekuilibrat brenda partisë, ka pasur frikën që Erion Veliaj mund të punojë kundër, mendoj unë, dhe ka lejuar se thua goditjen e tij, në atentatin politik ndaj tij. Sepse Rama ka bërë vetë to lojra, kur ka qenë para 2005 kryetar bashkie ndaj Nanos, me lëvizjen mjaft me protestat, në cilat dhe vetë Berisha ka pranuar që i çoja një Eurostat në mënyrë që të jepë perceptimi. Dhe Rama thot, madje qesh kur shikon Erion Veliajin, një indicie ka dalë që Çim Peka takoi me Erion Veliaj nga liçeni. E ka pranuar vetë. Dhe vetë zoti Berisha ka pranuar, po që është një gazetar i nderuar që punon te Syri, thaç takohet me të. Pse duhet takoj? Po ti kujton se Ramës nuk i bëjnë përshtypje këto? Rama e ka bërë vetë dikur. Në këtë lloj forme do të them që ai thjesht edhe mbahet peng, po edhe i lihet një derë hapur që shiko. Edhe mund të shpëtosh. Erion Veliaj e pati nga përgjimet që deri në momentet fundit pretendonte që mund të lirohej. Dhe fliste me idenë që tashmë e kemi mundësinë, java që vjen duhet të jetë sulm me tjerë, ndërkohë që unë si juriste dija që Erion Veliaj me ato akuza që ka Fredi pa 10 vite burg dhe ja regjistrojnë mbajnë mend nuk del. Këtë ja kam thënë dhe unë Çanit para se të bëj. Ja kemi thënë Arianit, edhe kemi vënë bast me Çanin që e përshëndes. E vura me bast. Dhe ka pranuar dhe Çani humbin e vet, një pjesë të bastit. Do dal tha dhe do fitoj, ka mundësi tha, domethënë këtë mendim kishte Çani, tha do dal tha dhe shpeshherë liderat që dalin nga burgu tha bëhen më të fortë se liderat që s'kan hyrë në burg. Edhe për këtë kishte drejt. Është një Çan, ai pretendon që ajo që nuk të vret të bën më të fortë. Mirë, po nuk vlen të në rastin e Erion Veliajit. Nuk vjen as në rastin e Sali Berishës. Po, se Sali Berishën i ta gjë pretendohet. Nuk procesi ndaj Sali Berishës, e para punës se nuk ka qenë në atë lloj forme siç e kanë anoncuar. Sali Berisha mori një masë të butë, detyrim paraqitje që në fillim, të cilën mendonte që po ta luante si kartë politike, sepse e dinte që do rëndoi masa. Do kërkoi arrest shtëpiak, sepse nuk respektoi masën e parë. Dhe sot deri diku ai ka dhënë të drejtë, por nuk ka qenë realisht, nuk është kërkuar arrest me burg për doktorin. Ndryshe nga rasti i Metës. Është komplet rast tjetër rasti i Metës. Po. Dhe Meta vetë sot nuk është se po bën ndonjë luftë ose agresivitet ndaj prokurorisë, ndaj Spakut, ose Meta duket ka rënë qetësi, hatje, paçe, pula, pilav, bën stërvitje, bën vrat. Meta pret të dalë duke u zgjedhur deputet, të dalë të bëj betimin. Do dalë ditë do futet prapë brenda. Edhe Meta e ka rrezikon minimalisht 10 vite burg. Dhe e di. Ti je i bindur që e di. Po nuk di se çfarë mundet që ta lënë me gjykim të lirë, po që se fiton deputet, dhe unë them që do rrezikon fitoj. mbi 5 vite burg, dhe që ta aplikohet Po gjykimi. mirë, mundet që mbasi të marrë vendimin gjykata, mund të kërkojnë arrestimin e tij. Mund të jetë edhe kjo formulë. Po, mendoj unë. Dhe jemi në fushat zgjedhore marsit dhe Spaku është angazhuar njëkohësisht edhe kundër këtyre krimeve elektorale. Mendon ti se Spaku do jetë i panshëm dhe se shiko, unë kam parë disa shenja që Spaku të thash që mbas takimit me këta evropianët, pas prishjes evropianëve me amerikanët, duket që Amerika është të rrequr dhe ja ka lënë fushën e lirë Evropës këtu dhe Spaku ka filluar të mos i dëgjoj, po nuk ka kontakte shumë me amerikanët, mendoj unë, dhe më shumë ka kontakte me evropianët. Kontaktet me amerikanët mund t'i ketë thjesht kontakte teknike, jo politike. Kurse kontaktet politike se këtë do godasin, këtë duhet të godasin, i kanë me evropianët. Dhe e pashë do më thënë një lloj ndime që i dha Spaku Edi Ramës në luftën me Erion Veliajt, e kam thënë dhe herë tjetër, kur Rama e mëroi të zgjedhur në vetë si kryetar bashkie po sa e goxhajt. Po s'ka rëndësi, dhe ky e mëroi dikë tjetër dhe një sekretar të përgjithshëm, një djalë që kishte pas drejtor juridik atje, një vemje, dhe
në këtë luftë midis Ramës dhe Veliajt, ku në fakt Veliaj kishte drejtë se ishte akoma kryetar bashkie, është i padënuar, është i prezumuar. Dhe është një shkelje që Rama të vendos kundër vullnetit kryetarit bashkisë që emëron një person për drejtuar bashkinë në emër të tij, një të besuar në vet. Dhe spaku po ta shikosh që u ansua dhe i thiri direkt atë zgjedhurit e Veliajt, ku mund të ketë bërë presione ndryshme dhe ata nuk mëngulin që të qëndronin si të zgjedhurit e Veliajt aty, e lan fush në lirë Ramës dhe u larguan nga loja. Pra spaku pse nuk bëri të kundërtën, të thriste këtë që emëroi Rama ti bënte presion, ose të mos thriste asnjë të rinte i pavarur. E drejtë, shiko, nuk ka asnjë në botë që t'jetë pavarur. Gjithë varemi diku. Ideja është që varemi nga parimi. Edhe litari që shërben për të varur, varet diku. E drejtë, kështu që ama ka një diferencë. Varet ku vendos ti që të lidhesh ose të varesh. Njerëzit e drejtë varen nga norma, nga ligji, nga e drejta. Pra varen nga diçka fondamentale, metafizike, e cila të mban përjetësisht. Ata pasaj që janë materialist, në varen nga një interes, nga një transakcion, nga një marrëveshje. Unë të them që aktualisht e kam pak jo të qartë, për shkak sepse spaku sado që atë mohet sikur është i Ramës, ka goditur më shumë majtas. 80% e goditjeve që ka bërë spaku janë eksponent të lartë, zyrtar të lartë Partisë Socialiste. Tani, teza në një liste që shiko se i le Rama, i lëshon në Rama, se sado që Rama realisht do t'i lëshoj dhe i duhet që të hajë disa nga të vetët që të qëndrojnë pushtet, por nuk po themi ne që do presi gjithë trungun mbi pemën mbi cilën rrisipër. Po mirë, shiko. Se nuk Rama ka linjën e vet, mendoj unë brenda spakut në cilën ka influencë. Figurat të rëndësishme janë goditur në Partinë Socialiste. Arben Ahmetaj dhe kryebashkiaku. Veliaj. Edhe të dy këta janë goditur për Ramës. Edhe Ilir Beqa nuk ka qenë figurë ullët. Ilir Beqa është goditur nga spaku pa dëshirën e Ramës, sepse Rama e ka shumë mik atë dhe është përpjekur dhe në fund ta mbrojë, kanë lidhje të vjetra. Po dhe Lefter Koka nuk ka qenë njeri i vogël ose njeri i largët i Ramës. Edhe Alqi Blau ka qenë makineri votash, ka një sër në emrash të cilët nuk... Lefter Kokën e zuri karma, sepse ka karmë në qelë, po ka dhe këtu në tokë. Po diskutohet. Më kupton, ai tradhtarët nuk i do askush. Më kupton, se ashtu si tradhton të parin, thot i dyti do më tradhtoj dhe mua. Dhe i ka kalu ca fatura atje dhe ka dashur t'ja ithe të gjithë faj në shpinë për incineratorët. Mirë, po loja incineratorëve është me madhe dhe... Po, shumë jashtëzakonisht e madhe dhe ka shumë njerëz aty. Do me jetë veç realisht. Ajo do hapet një ditë dhe do jetë plagë dhe gangrene madhe, por tash i për momentin si duket nuk kam plan që ta hapin. Më kujtohet njerë në vitin 97 marsit kur po flisim për këta drejtorët, ka qenë vitin 98 në janar, ose shkurt ka qenë shumë ftohtë dhe ishte krizë dritash. Edhe unë vinja nga qendra në Errësirë, kështu në drejtim të shtëpisë time dhe ishte moda që ishin ca banda të rrugës së Durrësit që vitnin makina. Tash nuk janë eliminuar ato dhe ishin të rrezikshëm kështu dhe unë nuk e mendonja që mundet të më ndiqni ndonjëherë mua, kupton? Po më ndoqën dhe unë e kapa e kuptova dhe mora masat e mia dhe ju kundërpërgjigja. Se ishin kohë të vështira ku shteti të dilte zot. Më skudo gjendja e zakonshme. Po. Dhe u hap një konflikt edhe i them njerit nga këtyre të policisë që ka qenë dhe drejtor policie. I them, ora, kështu e thash unë, jam konflikt me këta. Kështu ka ndodhur, i thash unë, dje, edhe ka qenë kjo makinë, kjo, më tha mua, Alfred, tha, ka vetëm një rrugë zgjidhje, tha, çfarë thash unë? Ti ikësh t'ja mbathësh, më tha mua, nga Shqipëria, tha, sa kohë, tha, dhe i thash unë dëgjoj. Pra të braktisi. Jo, tha, janë shumë të rrezikshëm, tha. I thash unë dëgjoj, i thash. Unë nuk i kur, i thash, nga Shqipëria. S'kur ta di se vdes tu, i thash unë, nuk i kur. I thash unë, këtu do rria, do t'i zgjidh vetë gjërat e mia, i thash.
Edhe i zgjidha. Edhe Ti mendon që ka ndryshuar standardet dhe sot? Jo, e kam fjalën që shiko çfarë drejtora policie. Edhe sot e njëjta gjë që ta themi rast tjetër unë ty. Ky që të mundet ka qenë drejtori i përgjithshëm policie. Po drejtë, kam pasur klient, ishte miku im edhe frikacak ndaj kishte pozicion shumë të rëndësishëm. Po njëjta gjë vazhdon frikacak ndaj kriminalëve. E njëjta gjë vazhdon dot dhe sot. Unë kam pasur një klient në një çështje, ai faktikisht ishte gabuar, nuk ishte ai targeti, ka qenë një komshi i tij. Por mora veç që komshiu i ishte tentuar të bëjë atentat sepse thjesht ishte ndarë nga ish bashkëshorte e cila i përkiste një familje të fuqishme kriminale. Kishte lënë ai sepse deshte dikë tjetër. Do të këto janë gjëra normale njerëzore, por shkak se dikush lej dikë nuk mund shkosh ta vrasësh. Dhe mbaj mend që Cruz Bar dhe policia i qetësovi, tha shikori rahat se s'ka pas gjëri me ty, është kjo situatë. I thaj po mirë, po ai tjetri tiki fare jashtë e thanë ata. Do të zgjidhet kjo punë. Pra shikon ndërkuarin përveç faktorit të vetë gjyqësisë, tu policia në vend që të sigurojë mbrojtje, tu thot hik. Dhe ne themi si hik, ja pak shumë, hik sepse nuk fillon punë. Hik sepse në spital nuk të vjen të prekë njëri me dorë për s'patë lekë. Hik sepse shkon në polici për të siguruar dhe për të marrë mbrojtje dhe ata thonë nuk kemi çfarë të bëjmë, po hik se mbrojtjen s'ta hapim dot. Hik sepse politikanë që të përfaqëson vjen të merr votën dhe pastaj stapas telefonin po të kesh një nevojë për një kaos të drejtë ose për të bërë zëri yt. Hik sepse kryeministri është i gatshëm të shesë çdo interes të këtij vendi vetëm me kosto që të mbaj pushtetin qoftë në kurriz të qytetarëve. Çfarë ngjiret tjetër gjë populli të bëjë? Tregonte diku një profesor im një anekdotë shumë bukur. Thoshte ministri i energjetikës, ministri i brendshëm, ministri i rendit, pa i brendshmi, ministri po ashtu i jashtëm ulet me qytetarët dhe kryeministri. Ne fillon i parë ministri i jashtëm, shkoi jashtë. Thoshte ai neve s'na dëgjojnë njerëzit edhe nuk ka shu e keni ju fajin, del ministri i tregtisë, energjetikës, thoshte s'kemi energji elektrike, nuk kemi kështu. Ai akoj pra të që duhet të sillte pra. Del ministri i brendshëm ngrihet në këmbë, thotë dëgjoj shumë keq situata, ka banda, ka krim, nuk ta dëgjon njeri, policët s'na binden, i bindin natyrë, nuk ka rend, nuk ka siguri dhe thotë ky çe jeni popullit u çuan në këmbë i thanë dëgjoj, vetëm ju mos u mërzisni, pa kemi fajin ne. Kështu edhe situata sot. Ata që realisht duhet mbajnë përgjegjësi. Një fenomen që ka filluar tash që këta emigrantët fotografojnë votën dhe nxjerrin në praktikë. Ajo shumë e rrezikshme. Ajo shumë e rrezikshme sepse të gjithë ata rrezikojnë procedim penal. Siç ndodh. Kjo tregon korrupsion politik sepse ata e nxjerrin për t'i treguar dikujt që janë. Po, ata o tregojnë besnikëri, ose Edi Rama i ngacmon dhe ata kthehen një lloj forme rebelimi që është në kundër të interesave të tyre. Se çfarë bën Rama? Zakonisht marrësit të kujt kanë qenë këto vota që ke parë? Pjesa më e madhe janë votat majta. Po. Pjesa do të tregojnë besnikëri. Kurse ata që janë votues të djathtë Fredi e bën më shumë me shpirt, nuk e bën për shkak të një lodhe të kësaj qeverie 12 vjeçare dhe unë mendoj këtë gjë që duhet të jenë të kujdesshëm sepse në radhë parë digin votën, në radhë të dytë rrezikojnë veten. Politika këtë muaj ka interes për njerëzit. Pastaj flak i quan limonat shtrydh. Pastaj ata rinë atje në parlament, kujto që ndodhi para 4 vjetësh në Elbasan. U vran atje. U vran, Gazbardi vazhdon mandatin, rin fier, është futur edhe në bunker, dhe las bën fushat. Ai zotria është në burg. Ai që do ruante votën, struktura e votës. Po dhe me raste të më të mëpashme që ne i dim. O janë burgu, janë pa punë, ose janë masmërira personale, politikanët vazhdojnë atje. Flamur Noka do vazhdoj po prap, të marrë dosjen të shërbej Saliu, tulet atje në parlament, shtyhet me Agron Shejajn, Edi Paloka do vazhdoj do i fuzin e i Tegi Raki, do ai paçen, do ulet në koltuk, do rrit do i shërbej Saliu, qytetarë janë ata që rrezikojnë. Agron Kuliçaj po ashtu do vazhdoj do ulet prap me Saliu. Po prapë zëvendës drejtor policie, po që se fiton. Po që se fiton. Edhe që vende nga e majta. Se Saliu se që dorë nga këto skema për të vendosur. Ai se të paktën ky Rama, ky nuk i ka mendojnë përkatësi etnike, fetare. Janë të dyja palët deri diku janë një lloj. Jo, shiko. S'ka dhe diferencë. Rama nuk është krajinaris. Berisha ka një të keqe që është krajinaris. Ai ku do besnikët e vet i zgjedh nga naja e vet. Gjithmonë këtë punë ka bërë. Atë që thamë ne që i vinte numra 2, njerëzit e vet besnik i kishte gjithë nga naja e vet, nga tropoja. Po. Kurse ky i zgjedh nga të gjitha rrethet, nga të gjitha mjafton të jesh të kesh ato veset që i duhen këtij.
Kupton? Po, ky Sa të përdor ky të shfrytëzoj e në fund të fut një shkelme të të thënë matan. Të futesh me na burgë thot drejtësia po jo, ky thot hajde këtu, vjedh, bëj punën që unë dua, mje pjesën time të parave dhe pastaj shko atje në burgë dhe ke ato lekët dhe mos më çaj kokën. Ky po na mbush Shqipërinë me emigrant, me zi. Po shteti po e mbush me njerëz pa. Bën çdo lloj marrëveshje edhe me djallin, vetëm të ketë fuqi vet, ta respektojnë të huajt, pa nuk çan kokë as për Shqipëria, as çan kokë për familjen e vet. Ky është i gatshëm ta djegë gjithë vendin, vetëm që më pas të jetë mbreti i hirit. Po. Sikur vetëm hit ngelet, vetëm ky të jetë mbreti. Deri aty shko. Si mendon ti Marsit, pyetja e fundit kjo, para se ta mbyllim shkurt. Si mendon si mund të zgjidhet kjo situatë depresive ose pesimiste që këta pak njerëz që po qëndrojnë dhe që kanë shpresë në këtë vend t'ju jepet pak optimizëm. A mund të rregullojnë gjërat se ky ka 3 mandate që Pyetje e drejtë. O e mban të keqen në stagnacion o e përkeqëson. Atë tjetrin e kemi provuar dhe ja kemi parë dhe ato, megjithëse ai ka disa gjëra që ky e mbush kabinetin vetëm me gra, kupton? Sepse ato i kontrollon më shumë. Po edhe intimidon, edhe është natyrë frustruese, është pervers. E ka mbushur me shumë njerëz administratën nga këta LGTB-të këta, domethënë i ka si kriter numër 1. Kupton, të paktën këta të tjerë nuk i kanë këto gjë. Ja. Saliu është familjar, është mirë, konservator. Po, konservator. Ka bërë disa gjëra të mira gjatë qeverisjes, ashtu siç ka bërë dhe shumë gjëra të këqija. Ligji për martesat LGBT-i u iniciua. Po, ai e filloi, e mori si me mendje lehtësi, kështu filloi ju hapi portë këtyre çështë kur ne diskutonim atëherë. Doli me Kristi Pinderin edhe me Xheni Karajin për ashtu siç e bëri dhe ky i Kosovës. Albin Kurti. Po, lodhen domethënë sepse duhet i bëjnë me ata njerëz këto veprime. Unë s'tem që ata të përsekutohen. Le të lihen punë tyre, po jo të promovohen edhe të kupton. Me drejt. Ata kanë jetën e tyre si çdo njeri, s'ke pse merresh me ta, si favorizon, si reklamon as. Si mendon ti, ka shpresë ky vend që mund të rregullohet edhe në këtë kuadër të madh ku bota është drejt anarkisë, drejt luftrave të mëdha? Çfarë duhet bëjmë ne shqiptarët që të ruajmë njerë mbijetesën tonë fizike dhe pasaj mbijetesën morale, mbijetesën ekonomike, prosperitetin për fëmijët tanë, të ruajmë të vend që ne kanë lënë të gjyshit dhe pararësit tanë që e kanë mbrojtur me aq shumë mund dhe me sakrifisa. Shumë e drejtë. Që të mos e praktisin vendin të qëndrojnë shqiptarët këtu, mos vinë të uaj të kapin këtë vend, po të mbajmë ne vendin tonë, vendin e të parve tonë. Që këtu të ketë rend dhe qetësi, që këtu të ketë zhvillim ekonomik, që këtu krimi të mos lulëzojë, por të shkelet me thundrën e ligjit. Ç'a mendon ti? Mund të ketë përmirësim pas tyre zgjedhjeve? Absolutisht që. Apo e shikon me pesimizëm? Unë nuk e shikoj asnjëherë jetën me pesimizëm, sepse unë mendoj që arkitekti i madh ose Zoti i madh ka krijuar botën në atë lloj forme që gjithmonë e drejta dhe rendit vendosen. Dhe janë të nevojshme situatat e tilla, sepse cikli ka jeta në mënyrë që ordo ap kaos, rend nga kaosi. Rend nga kaosi. Ajo që unë mendoj është kjo që në radhë parë njërë, këto periudha pesimizmi dhe kjo periudhë kaq e gjatë, vështirësie, ka ndihmuar që të krijohen njerëz fort, burrat fort, të cilët kanë guximin tonë vërtetën, kanë guximin të iniciojnë kauza në të cilat mund të shkojnë deri në vetë sakrifikim, burra dhe gratë fort. Po kështu ka ardhur koha, ka nevojë për njerëz të tillë. Ka nevojë njerëz që thonë vërtetën pa pasur frikë. Ai që të kenë ndërgjegje dhe që të mos e kenë objektiv politikën për të marrë nga edhe për të krijuar përfitime, po për të dhënë. Është ajo shpreha e Kennedit, mos mendo asnjëherë se çfarë do fitosh ti nga shteti jot, po mendo gjithmonë çfarë do të japësh ti shtetit tënd. Kur të arri në disa lidera kryesor të partive politike të kenë mendime të këtilla dhe mos qeverisin me pragmatizëm duke bërë kompromise me krimin, duke bërë kompromise me biznesmen kriminal të cilët kanë hyrë nga bota e krimit në botën e biznesit. Atëherë do ndryshoj situata dhe mendoj që realisht atëherë do kemi. Pra, kjo periudhë ka nevojë për ndryshimin e leadershipit politik, sidomos këtë dy partitë kryesore. Unë këtë mendoj që
kjo do të ndodhë dorë a dorës, sidomos njëra palë do goditet, leadershipi njërës palë nga humbja, dhe mendoj që në qoftë se fiton PS-ja do të goditet gjatë rrugës nga drejtësia dhe PD-ja do detyrohet nga humbja të ndryshojë leadershipin. Edhe këta burrat fola të ndodhi, do inkorporohen, do futen këta dhe kundërta, në qoftë se fiton opozita, do të ndrohet leadershipi i të majtës, nuk e di, e majta është me rejnë të kalbura sot në flas në maj, nuk e di atë do të ketë fuqi e majta të rinovohet dhe të japë shpresë duke ndruar të kastë politike që e qeverisi Shqipërinë duke shashizuar vendin. Të dyja do rinovohen, por mendoj që rinovimi më të madh do e psoj Partia Demokratike mas këtyre zgjedhjeve, nëse u zgjedhet, sepse realisht as ata që janë aktualisht aty nuk do kenë legjitimitet të rinë më. Dhe mendoj që do jetë vetëm paturpësi për të ndër. Le të kenë ata, s'ka problem, paturpësi kanë pasur gjithmonë njerëzit e venitur, po ka ndodhur gjithmonë rifleskimi nga. Po është shesa më e madhe. Mirë, të falenderoj Marsit. Por mua ishte kënaqësi dhe gjithmonë me kënaqësi do vini këtë podcast sepse është vendi i vërtetës. Faleminderit Marsit. Të nderuar shikues, besoj që në këtë bisedë interesante me profesorin e filozofisë dhe së drejtë zotin Marsit Gupi, trajtuam disa çështje për të cilat ju sigurisht keni interes për të mos e praktisur të vend, shpresat dhe së fundit, dhe unë mendoj si Marsiti që ky vend do të vi me një proces evolutiv duke u rregulluar dhe duke ngritur ndërgjegje atyre që do të drejtojnë partitë kryesore politike dhe vendin, por dhe partitë jo kryesore, se dhe ata kanë ndikimin e tyre. Para se ta mbyllim, ju kujtoj dhe njerë atyre që nuk janë dy thundrak dhe që kanë hyrë rastësisht në këtë kanal, të bëjnë subscribe, sepse na ndihmoni dhe ne ju ndihmojmë ju. Nga unë Rfet Sako, natën e mirë dhe miru pafshim.